Zyra vendore e Arsimit të Shkodrës zhvilloi ceremoninë e certifikimit të nxënësve fitues të Olimpiadave kombëtare faza 2 në një aktivitet ndërthurur me performancë artistike dhe me moton menjë të ndritura, sukses të merituara. Ceremonia vlerësoi nxënësit që u dalluan në Olimpiadat kombëtare të zhvilluar në lëndët matematik, fizik, kimi, biologji, informatik, gjuhë shqipe dhe letërsi, histori dhe gjeografi. Në këtë fazë morën pjesë rreth 300 nxënës, ndërsa 84 prej tyre u shpallën fitues dhe siguruan drejtën për të vijuar në fazën e tretë të konkurimit. Sot zhvillojmë ceremoninë tradicionale të shpërndarjes së çmimeve për nxënësit pjesëmarrës në Olimpiadën kombëtare në fazat në nivel vendor, që kanë qenë pjesëmarrës në 2 faza në nivel shkolle dhe pastaj në nivel zëvaje. Kemi nxënës mbi 300 nxënës që kanë marrë pjesë në Olimpiadën e gjuhës shqipe, letërsisë, matematikës, fizikës, informatikës, biologjisë, historisë, gjeografisë dhe lëndëve të tjera, të cilat sot do vlerësohen. Kemi çmimet e para, të dyta dhe të treta, fituese për të gjitha nivelet dhe sigurisht do vlerësojmë dhe do promovojmë fort edhe nxënësit që do na përfaqësojnë tashmë në nivel kombëtar. Ndërkohë, sot përsëri do bëhet ndarja e çmimeve për nxënësit pjesëmarrës dhe fitues të Olimpiadës mbarkombëtare të gjuhës shqipe dhe letërsisë që zhvillohet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe pikërisht mesazhi që kjo Olimpiadë synon të jap është gjuha shqipe, është ura lidhëse me të dy vendet dhe sigurisht është një nivel i njëjtë konkurimi për të dy vendet tona. Dhe në këtë Olimpiadë kemi patur mbi 100 nxënës pjesëmarrës dhe kemi 22 fitues që do na përfaqësojnë pastaj në nivelet e tjera. Aktiviteti solli në qendër të vëmendjes për kushtimin, talentin dhe sukseset e nxënësve të Shkodrës.